parlamentar për të futur përsëri seancën e votbesimit qeverisë në kalendarin e punës. Këtu më shkas edhe me atë që tha zoti Gogu, me drejt programin e keni online, pse nuk diskutoni? Sigurisht, zoti ministër, duam diskutojmë programin, në mënyrë absolute, është në interesin tonë parësor diskutojmë programin, për këtë arsye kemi bërë dhe kërkesën për diskutuar programin, por ajo që nuk kuptohet është për çfarë arsye me kaq këmbgulje ju kundërshtoni faktin që ne diskutojmë programin. Pse e bëni gjë të tillë? Zoti Balla tha që drejtojnë gjykatës kushtetuese. Përpara se drejtojnë gjykatës kushtetuese, jemi drejtuar kuvendit. Dhe nëse ju nuk doni ta lejoni debatin për programin e qeverisë, të paktën kini mirësinë, po dhe transparencën përpara shqiptarëve të thoni jo, nuk duam, sepse ashtu duam ne. Nuk duam fare të merremi me programin e qeverisë. Sipas kemi në interes të diskutojmë për programin e qeverisë, zoti kryetar, kur të paktën në javën e fundit ke 2 lajme tronditëse. Ke lajmin që ministra të kësaj qeverisë kanë vajtur në takim në Aruba, ke dhe lajmin tjetër të raportit Departamentit Shtetit, ku flitet për depërtimin e krimit organizuar, ku flitet për mafje, ku flitet për krimën e biznesit, a nuk janë këto të gjitha pjesë të programit qeverisës, zoti kryetar? Patjetër. Dhe ju them si person që e kam lexuar edhe me vëmendje, që ju nuk gjeni një paragraf vetëm në programin e qeverisë tuaj që ka lidhje me depërtimin dhe luftën kundër krimit organizuar, që ka lidhje me pastrimin e parave, që ka lidhje me çështjet thelbësore që gjithë bota i shikon dhe vetëm ne nuk e shikojmë këtu. Vetëm ju nuk shikoni. Dhe nëse ne, pas kemi qenë sipas jush në gabim në atë seancë, po ktheheni seancën, jepini një dorë opozitës, se jeni me fitore plebiscitare pra, publicitare, më falni. Jeni me fitore publicitare, jeni shumë të fortë. Dhe nuk silleni si të fortë, silleni si të agresuar. Nuk silleni si të fortë, silleni si dobët në këtë seancë. Dhe i thoni, dhe ju personalisht i thoni opozitës do t'ju numëroj minutat, si thotë, po që rëndësi ka sa minuta? Rëndësi ka për çfarë flet, jo sa minuta ke folur, zoti kryetar. Dhe ajo që ka vlerë këtu, që duhet futet patjetër në këtë kalendar, është për të caktoni seancën e debatit për qeverinë. Ka shumë çështje të nxehta që ne duhet diskutojmë. Krimi organizuar, pastrimi parave, çështje që Departamenti i Shtetit i nxjerr dhe i ka turpruar fytyrën Shqipërisë atje. Dhe ne duam dëgjojmë çfarë tha kryeministri për këtë temë. Çfarë thon ministrat për këtë temë? Si kanë ndërmend ta luftojnë ata këtë gjë? Dhe janë të besueshëm apo jo? Këto janë çështjet që shqetësojnë shqiptarët, dhe jo çështje sa minuta ka marrë njëri dhe ka marrë tjetri. Doni ta hapni siç duhet këtë legislaturë, ktheni për debat atë që opozita ka kërkuar. Faleminderit. Faleminderit zoti Bozdo. Unë kam në dorë minutazhin, jo përmbajtjen e keni ju të fjalës. Çfarë do thoni? Zoti Gen Strazimiri ka kërkuar fjalën. Zoti Strazimiri, fjala për ju. Zoti